Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1542, Sultan Suleman Ligjbërësi, i njohur nga perëndimorët si Sulejmani i Madhërisëm, nisi fushatën ushtarake të Esztergomit. 1558, mbretëresha Elizabeth e parë u ngjit në fronin e Anglisë. Gjatë sundimit të saj, 45 vjeçar, ajo shndroi Anglinë në një perandori kolonialiste. 1603, shkrimtari, eksploruesi dhe obortari britanik Sir Walter Raleigh del në gjyq nën akuzat për tradhti. Ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në kolonizimin e Amerikës. 1839, Oberto, opera e parë e Giuseppe Verdit, shfaqet në La Scala të Milanos, Itali. 1869, përurohet kanali i Suezit që lidh detin Mesdhe me detin e Kuq. Cilësohet një nga projektet më madhore të sundimtarit shqiptar në Egjipt, Mehmet Ali Pasha. 1903, në Rusi, Partia Social-Demokrate e Punës ndahet në dy grupe, në shumicë dhe pakicë, bolshevik dhe menshevik. 1912, Shoqata Mbar Shqiptare e Amerikës Vatra, takim në Boston, në të cilin Faik Konica ishte folci kryesor. Ai bëri jehon dobësimit të Turqisë. 1933, Shtetet e Bashkuara njohin Bashkimin Sovjetik. 17 nëntor 1939, u vendos lidhja ajrore Rom-Rio de Janeiro. 1944, trupat e brigadës së parë sulmuese të udhëhequra nga Mehmet Shehu çlirojnë Tiranën nga nazistët gjerman pas 19 ditë luftimesh të ashpra. 1952, lëvizja egjiptiane oficerëve të lirë në drejtimin e Gamal Abdel Nasser detyroi mbretin Faruk i parë që të tërhiqet nga froni dhe dërgoi atë në internim. 1962, presidenti John Fitzgerald Kennedy përuron aeroportin ndërkombëtar Dallas pranë Washingtonit. 1970, Douglas Engelbart fiton patentën për mausin e parë kompjuterik. 1989, filloi revolucioni i kadifejt në Çekoslovaki. Demonstratat që nisën me një tubim paqësor të studentëve në kryeqytetin Prag u përhapën anë mban vendit pas ndërhyrjes së dhunshme të policisë. 2003, Arnold Schwarzenegger emërohet guvernatori i Kalifornisë. 2013, Gjermani Sebastian Vettel fiton çmimin e madh të Shteteve të Bashkuara, shënon rekord me fitoren e 8 radhazi, te kalon rekordet e mëparshme të Alberto Ascari dhe Michael Schumacher.